Ekonomia rritet, për qytetarët shfaqet të shqetësuar për financat e tyre. Raporti i besimit në ekonomi për muajin tetor ka shfaqur optimizëm tek shumica e sektorëve performues të ekonomisë. Industria, tregtia dhe ndërtimi kanë rritur besimin për të ardhmen. Konkretisht, ndërtimi vijon të udhëheq besimin në ekonomi me 2.4%. Vlerësimet për aktivitetin aktual ndërtues, si dhe niveli i porosive të reja, shfaqin performancën e mirë në sektorin, si dhe pritshmëritë për në vijim. Ndalur tek tregtia, ky sektor ka rritur besimin për të ardhmen në bizneseve me 7%, ndikuar nga ecuria e tyre, si dhe pritjet për nivelin e punësimit në të ardhmen. Në këto kategori optimiste, pas disa muajsh në rënje të thellë, duket se dhe sektori industrisë po ngre kokë, teksa kontratat porositëse të bizneseve nga eksportet janë rritur gjithashtu. Bizneset kanë dhënë vlerësimet më të mira edhe për prodhimin industrial aktual. Çmimet dhe niveli i punësimit gjithashtu shfaqen në të njëjtin ka. I vetmi sektor ka shfaqur rënje të besimit është ai i shërbimeve. Mbyllja e sezonit turistik duket se ka ndikuar drejt për drejt në ecurinë aktuale të bizneseve, si dhe të kërkesës, duke bërë që kështu edhe punësimi në këtë sektor të bjerë ndjeshëm. Pavarësisht performancës së mirë në shumë sektor, konsumatorët shfaqen pesimist për financat e tyre, ndërsa në ulje kanë parashikuar edhe shpenzimet e mëdha për pjesën tjetër të vitit, teksa presin që çmimet të rriten më tej. Kjo ecuri ka ndikuar në treguesin e ndjesisë ekonomike, duke bërë që të arrijë në 108.83%.